jena një frikë të vazhdueshme çka po ndodh me fëmijët tonë. Adoleshentët mundën me kanë pjesë e bullizimeve. Inteligjenca artificiale ka bën që na me pas pasiguri të madhe më botë. Ai djalë jam ti arrit tash ti dësh me kuptu vetë të sane. Para se me vazhdu tutje, për të pyes për këtë farë mini serialin, 4 epizoda. I pat, unë nuk e kam këshyr, veç kam këshyr shumë analiza për to. Apo të rast me e këshyr, Orber? Në realitet kam pas shumë frikë me e shiku një herë si serial, sepse zakonisht kur bëhet një temë e madhe, i bjen që kisha frikë me shiku, s'do isha me shiku, sepse këtë pe shikojnë. Edhe kur bëhet shumë mediatike, në realitet edhe nuk është prodhimi qaq i mirë. Nështë të bënë për qëmerit më dhoja? Mu më pëlqej shumë serialin kur e pash, sepse seriali e ka një temë kryesore, dhe tema kryesore është mi vidisu prindrit në lëndër, qysh ata me usill me adoleshentët e vetë. Ose mi u përqu një mesazh deri te prindrit, me thonë që në çfarë do forme që ju sillnin, çfarë do forme që ju japni mbështetjen, çfarë do forme që ju kuptoni prap, adoleshentët e ju janë të pakuptim, nuk keni me arrit me kuptu. Për shembull, çu s'kemi mujt me kuptu mesazhet që ata e përdorin në Instagram, si rritëm ti mundesh me thonë, okay, është një zemër, po çaja zemra ose çaj simboli, kuptim i japin vet ata që e postojnë, kuptim i japin vet adoleshentët njëri me tjetrin që ata i shohin çto mesazhe. Kështu që kjo një diçka e mirë si serial me ndihmu edhe mu personalisht me adoleshentët e mi që unë i kam në shtëpi, mirë po njëkohësisht kjo si prind pastaj mundet me mbjell edhe frikë, sepse ti na jena si prind jena një frikë të vazhdueshme çka po ndodh me fëmijët tonë. Edhe na ndim vazhdimisht një pasiguri kur ata janë në shkollë, kur ata janë jashtë shtëpisë, kur ata nuk janë kontakt me neve. Dhe kështu që kjo frikë e vazhdueshme që na e kena, kjo seriali e ban që ti me u friksu akoma më shumë, sepse përmes serialit e shohëm një botë që na në realitet ka shumë gjëra që nuk mundum me i pa si prindër. Anën tjetër në qoftë se këto kanë me shiku adoleshentët, ajo i nimën me gjetë përkrahje dhe me pa që shiko pas ka njerëz të vujtën si koron që pa vuj. Sepse shpesh në shkollë, adoleshentët mundën me kanë pjesë e bullizimeve. Edhe për disa janë pjesë e bullizimeve kur e sheh serialin, ti bashkë ndjen me serialin. Ose e kundërta e kësajna, domethënë me ngjall një traumë të adoleshenti, edhe çat traumën për shkak se ti pe sheh serialin me u të kujtu ngjarja jote personale që ti e ke pas, kjo mundet me ndodhë edhe të rriturit, sepse në realitet filmi shfaq një realitet të adoleshentëve në botën e IT-s, në botën e inteligjencës artificiale. Dhe tash bota në përgjithësi, shiko tash për me pas një mirëqenie të mirë psikologjike, në realitet i dush me pas siguri. Dhe që kjo bota në cilën na po jetojna me tashmo me inteligjencën artificiale, ka bën që na me pas pasiguri të madhe në botë. Çka po ndodh me neve, me çysh kena me zhvillu, çysh kena me tutje, dhe kjo e ka bën që na me ndi shumë pasiguri. Dhe që kjo pasiguria ka bën që na me pas ankth, na me pas depresion, na me pas probleme tjera të gjendjeve tona psikologjike. Kështu që këtë çdo gjëna në realitet është seriali i cili i shfaq çdo problematika, dhe unë mendoj që është një prodhim i mirë, është një mesazh i mirë që përquhet, mirë po njëkohësisht sigurisht që e ka anën e mirë dhe ka anën e keqe, e cila mundet me ndiku ose me pas një kundër efekt. Kurse shumica e ilaçeve shpesh të dikush ka një efekt tjetër, të dikush ka një efekt tjetër. Kështu që njëjtë, domethënë edhe me serialin. Po s'po ku keni sinjal i mirë, kështu që me kthy syt pak ka adoleshentët, në që butën dinamike ku po jetojmë. Në realitet e ki drejt shumë që po thumi kthy syt ka adoleshentët, sepse adoleshentët janë fëmijë, edhe na i shohëm gjithë si fëmijë, edhe thojmë okay, ata do të më na ndëgju neve, edhe ata do të me gjetë rrugën e vet. Mirë, po në realitet ata janë fëmijë, cilët kanë nevojë për një përkrahje dhe kanë nevojë me ndihmu me gjetë rrugën e vet. Dhe na nuk i ndihmojna sepse mendojmë që ata janë pijek tash, u rrit, hajde djalë jam ti rrit tash, ti dësh me kuptu vetë të sene, dhe nuk e dina ndjenjat edhe gjanat cilat kalojnë përmes adoleshentëve tonë.